Këshilli Bashkiak i Himarës pritet të vendosë se kush do të drejtojë bashkim pas arrestimit dhe dorëheqjes së Jorgo Gorës. Blerina Bala dhe Pervin Gjikura janë dy kandidatët që vijnë nga radhët e socialistëve që pritet të votohen nga 21 anëtarët e Këshillit Bashkiak. Duket sikur të majtët nuk e kanë të vështirë të mbledhin votën e Këshillit, pasi 11 nga anëtarët e Këshillit pritet që të votojnë pro Balës e po ashtu edhe Gjikuris. Konkretisht, socialistët kanë 9 anëtarë në Këshillin Bashkiak, ndërsa në kontakt nga Oranjuz, votën pro e kanë deklaruar Milton Nika nga Partia Social-Demokrate dhe Maxi Vlashi nga Mega. Ndërkohë antari i Aleancës Arbënore Kombëtare nuk do të mund të votojë pasi ndodhet në konflikt interesi. Ndërkohë votën e tij nuk e pranoi ta deklarojë antari i LZHK-s së Qiriako Mërkurit.